Zonja dhe zotrinj, mirë se vini në Euronews Albania, takojmë sërish së bashku për të folur fillimisht për protestën e më pas për agjendën politike të Partisë Demokratike. Fillimisht tek protesta e njohur ndryshe si revolucioni i flamingove ka hyrë sot në ditën e 80 duke vijuar prej javësh në Tiranë me tubime dhe grumbullime kundër qeverisë. Lëvizja është shoqëruar edhe me pjesëmarrjen e diasporës, e cila ju bashkuar protestas për disa ditë duke rritur kështu edhe mobilizimin e saj. Kjo protestë ka shënuar një nga periudhat më të gjata të protestave të një pas njëshme të qëndrueshme të zhvilluar në kryeqytet dhe jo vetëm në Tiranë, por në fakt edhe në disa qytete të tjera të Shqipërisë. Edhe pse janë në muajin gusht, temperaturat janë të larta, protestuesit nuk e braktisën për asnjë moment të bulevardit dëshmoror të Kombit, duke treguar qëndrueshmëri dhe duke vazhduar të protestojnë në mënyrë të paqët. Me mua në studio është Lindita Komani, aktiviste. Lindita, ti e njohur edhe për protestën për rezistencën tënde në protestën e njohur të teatrit kombëtar, një ndër protestat më të gjata në fakt në kohë për qëndrueshmërinë e saj, një protestë e cila në fakt është mbyllur, por ajo vijon të jetë. Ende procese gjyqësore në pritjen për këtë protestë, ndërkohë që është vendosur në një tjetër protestë në bulevardin dëshmoror të Kombit, në atë që njihet si revolucioni i flamingove. Do ta nis me një detaj, Lindita. Dje marshimi është udhëhequr nga gratë. Kam edhe disa foto të cilat janë të marra nga protesta. Për herë të parë një marshim udhëhequr nga gratë. Si ishte kjo protestë që udhëhiqej nga zonjat? Mendoj që ishte mrekullueshme. Ishin vajza dhe gra në mosha të ndryshme, të cilat edhe udhëhoqën, pra me altoparlant, me hedhjen e parrullave, ashtu dhe mbushën rreshtin e parë të marshuesve që mbanin flamujt të vendosur dhe i prin gjithë karvanit të njerëzve, të cilët ishin me thënë drejtën shumë të entuziazmuar për këtë, sepse ishte një risi për protestën që kjo gjë ndodhi. Ishte shumë pritur me sa duket. Fakti që reagimi ishte kaq pozitiv dhe kaq mikpritës, do të thotë që ishte diçka që ishte dëshiruar nga njerëzit që ndodhte. Dhe unë them dhe që është e natyrshme, sepse në protestë kanë qenë të paktën mbi 50% e pjesëmarrësve kanë qenë gra. Dhe është një nga protestat në të cilën ka pas një ngjyrë femërore më shumë se sa çdo protestë tjetër në Shqipëri. Mendoj unë paktën vitet që unë kam ndjekur protesta. Po, është e vërtetë. Përgjithësi protestat kanë qenë të mbizotëruara nga meshkujt sepse kanë qenë protesta politike. Patjetër. Kjo është apartiake. Është apartiake, po dhe kjo është politike, sepse kërkohen ndryshime të rëndësishme. Çdo protestë është politike. Protestë politike. Po kjo mendoj ka pasur një pranim më të madhe të vajzave të grave, edhe për faktin se preket gjithë shoqëria nga kjo. Dhe kjo i është dhënë hapësirë përmes asaj proteste një anë të butë të shoqërisë. Pra nuk ka qenë protestë me forcë, me dhunë, protestë në cilën është kërkuar detyrimisht përballje me policinë, ka qenë një protestë në cilën është demonstruar butësisht, me paqe, ajo që kërkohet, me shumë kreativitet, me humor, me një forcë të madhe psikologjike për t'i rezistuar edhe tani jemi në ditën e 80, qoftë edhe për t'i bërë ballë çfarë përballje ka pas me policinë në mënyrë të civilizuar, që nuk është aq e lehtë. Dhe në shumë raste unë jam vetë dëshmitare kur vajzat janë futur midis djemve dhe policëve për t'i ndarë. Domethënë, kanë kënduhimin kombëtar, kanë gjetur mënyra, janë ulur për tokë, kanë gjetur mënyra shumë kreative dhe shumë të buta femërore për të zbutur gjakrat. Kështu që në këtë këndvështrim unë do të thoja është fantastike.